Ky emision mundësohet nga Telkos, Bruno dhe Vala. Përshëndetje miq të dashur, mirë se po takohemi edhe këtë ditë të shtunë me rubrika e materiale të ndryshme si çdo herë që gazetarja Rita si sjell nga tereni, e si çdo herë tjetër do të kemi mundësi të ndeshni intervistat në studio. Por sot kemi vendosur të ndjekim vetëm një intervistë me një person shumë të veçantë, të cilin nuk po e zbuloj shumë dhe mbetet të shihet në vazhdimsi të emisionit. Pa kalu tek rubrika që gazetarja Rita se ka sjell nga tereni, po ndalni për një falënderim të veçantë për sponsorët tonë, janë ata të cilët janë pjesë e rrugtimit tonë qysh nga fillimi. Është Bruno Air, në një treg gjithnjë emër konkurrues, ku premtimet përgjithësi shpesh mbeten në letër. Bruno Air ofron 10 vite garanci të plotë për modelin Bruno Air -30°C. Telekomi i Kosovës sjell ekskluzivisht FIFA World Cup 2026. Të gjitha 104 ndeshjet transmetohen në TV Vala, 64 prej tyre edhe në RTK. Për të shikuar të gjitha ndeshjet, bli pakon online valabotrori.kosovotelekom.com ose viziton një nga pikat e Valas, Vala Botrori TV Vala. Telkos, rjeti ma i mirë në vend. Endra se doni dhe shërbim kabllor tepër të pasur me mbi 300 kanale, zgjedhni Telkos. E tani ka ardhur momenti ta ndjekim edhe rubrikën që Adriasa na ka sjellë nga tereni, shohim se çka na ka përgatitur për rubrikë të parë dhe rikthehemi pas pak me intervistën e pranë studio. Në botën e artit për fëmijë po spikasin gjithnjë me shumë dy emra të vegjël, por shumë të talentuar, Ermira dhe Ermiri. Dy binjakët, të cilën ndajnë jo vetëm lidhjen familjare, por edhe dashurinë për muzikën, kanë arritur të fitojnë zemrat e publikut me interpretimet e tyre të ëmbla në këngët për fëmijë. Përshëndetje, unë jam Ermir Roma. Përshëndetje, unë jam Ermira. Ne jemi binjak dhe dojmë shumë muzikën. Që në moshë të vogël, Ermira dhe Ermiri kanë treguar talent dhe energji të veçantë në skenë. Ata këndojnë gjithmonë bashkë, duke sjellë atmosferë plot gëzim dhe emocione për bashkëmoshatarët e tyre. Zërat e tyre harmonizohen bukur dhe çdo paraqitje e tyre përcillet me duartrokitje e buzëqeshje nga publiku. Unë ja kam filluar muzikën në moshën 7 vjeçare dhe kam filluar për herë të parë për një qershor me një grup shkollor. Ti Ermira? Unë ja kam filluar muzikën kur kam qenë 6 vjeçare. Kam marrë pjesë me këngën mësuesja ime me disa vajza të klasës tonë. Ne kemi 7 këngë, 5 këngë, 2 covera. Ermira, kallëzon pak se t'ja pas ke fillu pak më herët se Ermire. Qysh është ndjenja me të bashkangjitur tash edhe vllon profesion kështu muzikë? Po është një ndjenjë shumë e mirë që e ke pranë dhe këndojmë këngë bashkë, ndihesh shumë gëzuar. Megjithatë, të dytë kanë shije të ndryshme në muzikë. Mua më pëlqen më shumë muzika jo shumë e qetë, por as shumë e zhërmshme, si në mes. Unë më shumë më pëlqejnë këngët anglisht. Mua më pëlqejnë muzikat klasike, sigurisht që edhe opera, sepse është shumë e bukur edhe interesante. Edhe inspirimin për këtë art e gjejnë të këngëtarë të ndryshëm. Ne nuk shikojmë shumë këngëtare se këngëtare të preferuara, por shikojmë më shumë filma këngë për fëmijë dhe këngë anglisht. Njëra nga këngëtare që ka qenë shumë legjendare në atë kohë, edhe që është një nga këngëtarët e mi më të preferuar, është Nexhmia Pagarusha, sepse ajo ka kënduar dhe tani ndihet njihet si ylli legjendar i muzikës. Mua më pëlqen më shumë t'i kushtoj këngë familjes dhe shoqërisë. Po ty Ermira?
Mua më pëlqen më shumë t'i kushtoj këngë, edhe mua familjes, edhe shoqëris, por ndonjëherë edhe diçka për natyrën ose ndonjë temë tjetër të lirë. E këngën e fundit të tyre, ata interpretuan edhe për ne. Si mëngjes pranvere, si një lule vere, janë ndjenjat e mia, nuk jam për t'u thyer. Ti mos më lëndo, mos u bëj nga çmues, t'lutem mos u bëj fëmi bullizues. Tekstin na ka shkruar mësuesi ynë Flamur Semetishti. Këtë temë kemi zgjedhur sepse shumë fëmijë në këtë kohë po bullizohen dhe ne kemi shënuar këtë këngë që t'ju tregojmë fëmijëve që nuk është mirë të bullizosh. Pothuajse në çdo festival që kanë marrur pjesë, ata kanë fituar ndonjë çmim. Ne kemi marrë pjesë në shumë festivale dhe kemi marrë shumë çmime të ndryshme. Jam na pak detaje, Ermira. Po këtu e kemi çmimin nga festivali Melodia, edhe disa çmime nga disa festivale të tjera, si për shembull Diamond Fest, fëmijët, fluturat ose edhe kokrat e rrushit. Pra këto janë shumë festivale dhe ne kemi marrë pjesë në kaq. Përveç muzikës, binjakët kanë treguar kreativitet edhe në fushën e letërsisë. Ata kanë botuar së bashku një libër për fëmijë, duke dëshmuar se talenti i tyre nuk ndalet vetëm tek kënga. Në këtë libër ne kemi përfshirë poezi dhe vjersha të ndryshme. Kujt i keni shkruar, Masha? Unë i kam kushtuar në këtë libër rëndësi shokut dhe disa festave të ndryshme. Unë në këtë libër i kam kushtuar rëndësi babit tim dhe edhe gjyshës time. Të dy janë duke punuar në librin e dytë që do ta publikojnë disa javë më vonë. Libri i dytë i yni ka me pas emrin Zëri i tregimeve magjike. Pas ti materiali që ndoqëm, jemi rikthyer në studio, ku do ta kemi vetëm një intervistë, por me një person tepër të veçantë. Një person i cili pavarësisht sfidave të të qenurit i verbër, ka arritur të ndërtoj karrierë si psikolog e po ashtu edhe si shkrimtar. Nga afër do të na flas për sfidat e tij, për arritjet dhe sukseset që ka arritur përgjatë jetës. Kam shumë kënaqësi që sot në studio kam psikologun Betem Bregovina. Betem, mirë se erdhe sot në rit. Mirë se u gjeta. Juve, stafin të realizues të kësaj interviste, këtij emisioni, po ashtu edhe televizionin edhe ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Për shumë kënaqësi që ke gjetë kohë me qenë sot pjesë e rritës, duhet pas parasysh që ke mjaft angazhime si shkrimtar, po ashtu edhe si psikolog. Tregon pak si fillim çush kishe me përshkru rrugtimin tënd jetësor, Betem. Atëherë fillimisht kisha me falenderu nxënëst, stafin në shkollë dhe drejtorisht në shkollës, që kanë pas mirëkuptim me më leju kohë të punës për me ardhur në këtë intervistë. Atëherë, si për secilin person edhe për mua, fëmijëria e hershme është ajo më e rëndësishmja, e cila na bën me qenë na ata tillës e tek tillë. Përveç rrethonave ose para dispozitave gjenetike, kryesisht kanë shumë rëndësi edhe stimujt e jashtëm, edukata familjare, vështërsitë edhe gjithë ajo që neve na ofrohet gjatë formësimit tonë si njerëz. Atëherë, unë kam fillu me u marrë me letërsi, dikun në moshën 16 vjeç, kam fillu me shkru. Në moshën 17 vjeç kam pas ekspozitën e parë, personale 2 ditore. Në moshën pa 17 vjeç e pak muj, disa muj, kam përuru librin e parë, kam vëtu edhe përuru. Edhe kështu kam vazhdu libra ekspozita, kryesisht libra, deri në vitin 2008 kur kam përfunduar shkollimin e mesëm të lartë, edhe kam vazhdu studimet për psikologji 3 vjet, pastaj për pedagogji 3 vjet, master psikologji shkollore dhe këshillim 2 vjet, avancimi pedagogëve 1 vjet edukim fillor, 1 vjet e gjys, edhe master pedagogji. Krahas këtyre tyre edhe libra ekspozita. Do të thonë, e kam gërshëtu
kulturën gradualisht me profesionin specifik që jam shku kryesisht në përgatitje për shkollë, për frymësimin e gjeneratave të reja. Ju me të vërtet, vetëm jeni një shembull frymëzues dhe nuk e thash më kot në hyrje që jeni po ashtu një shembull force dhe këmbguljeje. Edhe kjo tregon se pavarësisht sfidave, ne nuk duhet ndalemi në realizimin e ëndrave tona. Po kur ka qenë ai momenti për betimin që kufizimi në të pamur i ka tregu në një farë forme, ja ka jap një sinjal që ky betimi prap mundet me vazhdu me i realizu ëndrat e Prej kur moj men, gjithë. Gjithmonë? Gjithmonë. Të më thonë, për arsye se shambull si fëmi me lujt në atë kohë për gjenerata tash, shumicën e fëmijëve, trive, janë gjona koti, po prej atyre lujnave, gile, msheftas, kampkacel, lastik me motër, me qikë migjes e kosherine e tjerë. Dhe më thonë, qysh prej fëminist hershme, kanë qenë kufizimit, po vazhdimisht. Edhe njona prej gjonave që mu më ka bu shumë fort është që këm rujt left. Dhe më thonë, këm qenë qavan, bari, i zurit, jo që këm zil, edhe të qenërit në një farforme, në bashkëveprim, në bashkjetim me kafsh, ato në kafsh nuk kanë vedije, nuk kanë logjik, edhe nuk mujnë me pas konsiderati apo shes për sheh. është diçka që je konë ngarë me kafsh, edhe ajo është njëna prej pjesëve të jetës që mu ka sfidu shumë dhe më ka mësu shumë. Jetën ku unë jetaj edhe sot në fshat, edhe besoj që kam jetu gjithmonë në fshat. Shumë afër Prishtinës, si paralagje, po ato punë që i kemi bërë të fshatit me gjvoshe, me kurre, me bajt duje, jenë gjitha gjona që kërkan që edhe për njerë që se kanë asë një vështërsi fizike ose shqisore, jenë sfiduse, unë në dashtë me s'kemi pas qare, po për pjek qatë sa kemi mujtë me i bo, kështu që gjatë gjithë jetës unë kam kalune për, jam mësu me kalune për sfida, diqysh. Sa do që kanë qenë sfiduse, sa do pak ju kanë mësu për jetën. Po, kush ju ka dhonë forcë ma shumë për gjatë jetës? Tash, për me qenë ke pjesa profesionale, ta them intelektuale dhe pasionale, është një emision i një televizioni tjetër, në atë ko prej trallëve, se ndështë edhe i vetë një privat gati, prej trallëve. Televizioni 21 ka pas në vitet 2001-2002 një emision në orët e vona, ku ka ftu intelektual, autor, aktor, ata që ishin ndër aktorët e parë të Kosovës, ndër shkrimtarët, profesor, edhe kur i tregojshin sfidat e tyne në Lap, në Rugov, në Kaprizreni, në vise bjeshk, në vise malore, edhe vështërsi që kam pas në shtaveq për mua afru deri të qyteti ma jafërt. Edhe unë e përcil atë emision, kam përcil për gati shumicën e atyre emisioneve ati cikli. Emisionësh, e kur i tregësh në ta vështërsit, unë i thesha vetës, a ka me mujdru me hjekë si që ta? Jo, ka me arrit, a ka me hjekë si që ta, ka me mujt me përbalu si që ta. Kështu që gjithmonë e kom pas në pavedije dikur edhe të vedeshme, se nëse ata kam pas vështërsie, si kam pas as një para panga, për me shku deri shamull prej bjeshkëve të lapi, deri në podoje me prit me orë, autobus, me ungrije, tjere, të isha po ata kërë kanë përjetu gjithë, po këta temë nuk është kur gjo. E ke vetë motivu vetën në një farë forme. Po, e cek edhe qysh në fillim që e keni përfundu 2 fakultete master. Sa kanë qenë sfiduse për ty betim? Paj, jenë këgja sfiduse, sidomos në kohën kur unë kam studiu, që edhe disa programe, aplikacione që tash e pak vite janë në gjuhën shqipe, atëherë s'kan qenë edhe leximi, literaturës, ka qenë torturë e vërtet, për arsye se nuk ka pas, po flasim ma për formatin braj, pas për atë akustikë do është me disa landë ma të vështira, do është që ka bu pa i përpunu pak ma seriozisht, do është me i obligu kolegët e fakultetit, kur të ki që të landë në rend me përgadit, të regam të hepi diktafonin, apriten me lexu, dikush një liber, dikush disa kapite, që është me thonë popullor që
jam harnu. Po, në një farë Edhe formë, pas kryesisht ke i pas kam përkraje inqizuar edhe gjëra. nga kolegët, Po, edhe nga ka pas familja, po përkraje, besoj. domethënë vazhdimisht ka pas prej familja, prej njerëzve. Domethënë përkraje kryesisht individuale, personale. Po. Jo diçka organizume, jo institucionale, Po, jo. e cek e shumë mirë që ma shumë kanë qenë përkraje individuale. Po, ajo ka qenë këtë diçka vullnetare e njerëzve. A mendon që institucionet tona i japin mjaftueshëm hapësirë personave me këtë aftësi të kufizuar? Jo. Jo, nuk ju japin, në fakt nuk ofrojnë mundësi të mira për përgatitje. Çka i dashur me bu shteti? Cilat mekanizma i dashur me i përdor? Shteti së pari i dashur ato që shkruhet në disa ligje, më pas udhëzime administrative, ato aktet nënligjore që e rregullojnë, sistemojnë disa gjëra. Tjetër i dashur me pas investime afatgjata. Do të thonë çka është investim afatgjat, për shembull për të verbrit nëse e blen shtetin e përgatit e porosit prej Microsoft, edhe ja përgatit një program në gjuhën shqipe që lexon mirë, edhe e bën një investim, disa qindra mijëra euro ndoshta një herë, po ai investim bëhet vetëm një herë. Edhe nuk ka nevojë, se pasandej kërkesat edhe vetë kompania me kohën e avancon programin. Se ka të nevojshme. Ose shembull edhe sistemi ose kompania Apple, iOS mundet me bëu edhe për, do të thonë, do investime ose pjesa e e përfshirjes, tani qysh prej kornizës kurrikulës është goja është plate, shkrimit, letra, dokumente që ka dur gjithë përfshirje, po nuk mungojnë kushtet, do të thonë mungojnë përgatitja profesionale e mësimdhënësve ose plotësimi profesional në shërbim, që janë trajnimet, shkollat, kurset, për gjithë përfshirjen, nuk është me rëndësi me plotësu dokumente shumë, është me rëndësi me funksionu. Mësandej, ka shumë rëndësi edhe pjesa të sistemi edukimit e ne që punëtorët më stimulu, pa punëtorët më ndëshku. Të më thonë, në qëtë farë gjithë përfshirje në sistem, që ka të bëj me gjithë tjertë, i përfshin edhe personat me nevojat veçanta ose me vështërsi shqisore, fizike ose mendore apo të kombinume. Sigurisht, po. Ka do investime që bën një herë, shteti edhe mo nuk ka nevoj me bo për ditë. Nështë ta kushton një herë pak ma shumë, po e bën veç një herë. Po janë të nevojshme, sigurisht. Shembull, nëse i krijon kushtet për një komunitet, i krijon veç një herë, edhe ato jetojnë. Pse? Sepse nëse ju ofran personave me nevojat veçanta që kanë mundësi me punu, nëse gjatë gjithë jetës ju ofran 30 vjetë, 50 vjetë kompensime, se llojet pensioneve, po nuk i aftëson ata realisht janë barë për shoqërinë, për shtetin. Po nëse i investon edhe i përgatit profesionalisht, ata nuk janë barë, po janë kontribus. Sigurisht. Do të thonë, në vend se mi adhon 300 euro shembull kompensim, kur punon edhe e mrin vetë rrugën 1200 euro, shteti nuk i merr vetë 60 euro tatim të vëshose 50 e diçka euro, po në vend 50 e diçka euro i merr 400. Do të thonë, dallimi tani është për disa vite kthehet investime. Sigurisht. Po kthehemi edhe një te një ndër pasionet apo edhe profesionet tua që është edhe shkrimi. Ke botuar diku rreth 22 libra. Tregon pak çka të ka frymëzuar me shkru libra dhe çka vazhdon të frymëzoj ty? Atëherë indikum prej rrethit familjar, prej folklorit, prej tregimeve të vështërsive familjare, prej shpërnguljes të janarit 1878, prej Sanxhakut Nishit e tjera. Fillimisht më kanë prekupu këto dilemat abdetare, ma vonë ato rinore, edhe ma vonë pastaj çështjet sociale. Këtu kanë qenë kryesisht kam botu poezi, deri para rreth një vit e gjysmë, kur e kam botu edhe një roman, i cili është shkru ka fillu para rreth 19 vitesh, edhe në fakt ka përfundu gati para 19 vitesh. Kryesisht janë këto çështje që unë i preki. Po, se frymëzon gjithçka.
E qartë. Ka njerë dhe një guri. Po cili nga librat është më personal për Betimin? Kjo është sikur me pyet nonën cilin fëmijë dën më shumë. Edhe e thot, po cilin gishtë e prejsh dhe em njëjtë. Tash për mu jenë gjithë. Në fakt, një pjesë e librave nuk janë autorial, po janë bashkë autorial, që ka bu të azëm qendra burimore për të verbën për kur në kam kry një pjesë të shkollimit, ose në atë ku lidhja shkrimtarëve të Pejes, apo shoqata e të verbërve të Kosovës. Do të thonë, ato janë pjesë që i kanë marrë prej librave tjerë, ose në pjesë dërshkrimësh që i kam vendosur me qenë pjesë me kontribu në diçka. Për ndryshe, tu janë dikon rreth 5 libra, rreth 17 libra janë 2 bashkë autoriale dhe këtu për rreth 15 i kam autoriale. 15 titoj, tash për këtyre 15 titoj, gjitha për mu janë, të gjitha ka pjesë time, ose se azem shkriri që thatë nuk mund të jesh, po edhe nëse s'mund të lindesh për se cilin vargë, se cilin fjallë të lindesh, edhe po ashtu e përfundon, thatë nuk mund të jesh, po edhe nëse si në gjendje të vdesësh, edhe me lindë edhe me vdek një kësisht, kështu që, ose Dritra Gulli e ka një vend që thëtë dhimbjet e poetit, poetishes, kur dënë me bo një krim letrar, me realizu, në periudën e inkubacionit edhe fillimit të iluminacionit të irma psikologjik, janë të njëjta ose të ngjajshme me dhimbjet e nonës kur i vjen koha për me lindë. Po, sigurisht. Dashnia për gjitha është njëjtë, kuptohet për këtu që botohen nëse sa po i kam përfundu se i kam ndurë, është pak me fuqeshme, është tash gjitha gratë që e përjetojnë, dhimen gjithë fëmita, mo ato vetë se e ke lindë, se ka pak mujë, ose ato që pritet me lindi e 7 zonë, e sidomos nëse jene mujën e 8-9, që të ngushtohet edhe frymore, edhe hapësira e lugtit, edhe ajo të shkakton ndjesi më shumë. Sigurisht, po ke një lloj dhe mshurie më të madhe. Kështu, ka pas momente Betim kur ndoshta ke mendu me hek dorë komplet? Prej krejt angazhimit, ëndrave tua, cilat vetëse i ke realizu tash? Ndoshta në herë kam mendu mos me jetu, po jo me hek dorë për këtyne. Me hek dorë prej ëndrave? Jo, asnjëherë. Do të thonë, ndoshta për njënës prej tyne një moment, po jo prej gjithave. Kur s'ko mendu me thonë, mos të bëj korqa. S'mej me mendu veten me frym, edhe me pas mundësi me lëviz, edhe që filloj vis një dorë, edhe mos me bu korqa. Nuk e di që është edhe vetë pyetjen që ma bënë, më do siklet. Siklet? Po. Edhe vetë që imaginuva kështu, mos me bu korqa. Në asë një mënyrë, do me thonë, Betimi nuk heq dorë nga ëndrat e ti, pavarësisht sfidave. Edhe kjo është një mesazh shumë i vlefshëm edhe për krejt ata që po na ndjekin. Po Betim, përpara se me arë tek një libër, do me thonë, qysh vjen ideja, qysh e krijon, do me thonë, një shkrim, një poezi, ku bazohesh më shumë? Varsisht, ta shembull mund t'jetë ta zëm një pëlqem, një komunikim, një simpati, një lidhje dashurie, një tregimi dikujt, një vështërsi e dikujt, ta zëm një këngë, një pjesë muzikore, një kompozim, gjithë s'ka mundet me të frymësu. Shembull të njëna prej titujve këtu që kemi, të titulli para fundit, ta zëm kapitulli 3 i kushtohet një ngjarje të libri Vdekja e Afërditës, i kushtohet një ngjarje që një person më ka rrëfy një shok për një lidhje të sa po filluam edhe që e kanë pengu edhe e kanë pengu më realizu. Tash, aty kam përdor një 3-4 zhandra të shkrimit të poezisë. Kam përdor stilin AB, kam përdor vargun e lirë, kam përdor akrostik, kam përdor epigraf. Të më thonë, 3-4 lloj stile të shkruarit poezive i kam përdor veç mrena një kapitulli. Se për mu tregimin atko ka qenë shumë motivues. Do të thonë, kushdo që e merr, aty shkruhet, për shembull, poezia e parë, Afërdita, poezia e dytë, Pse, poezia e tretë, Vendose, poezia e katërt, Për, Vdekjen pa mua. Do të thonë, krejt që ky kapitull është akrostik. Do të thonë, veç kjo pjesë e kapitullit. Pak më lart ka epigrafe dhe varg lirë, pak më lart ka stili AB. Do të thonë, janë
Janë të gërshetume, varësisht prej momentit, prej asoj që të shqetësën, ose që të nxitë kurreshtjen. Betim së fundmi keni realizuar dhe një libër audio për të verbrit. Sa mendon që është i rëndësishëm ky hap që e keni bo? Në fakt, ka disa vite unë që realizoj ose si pjesë në ndonjë OJC, ose si autor, libra audio. Në fakt, librat që unë i kam udhëheqë si ide, si projekte, janë po gati të gjitha në audio dhe në shkrimin braj. Mirë shumë, kjo është një sukses i madh. Prej vitit 2020, ku kam qenë pjesë një organizate, kam qenë me dhe një revistë që ka jetu shkurt, relativisht e ka pas një jetë shkurt, librat, revistat, gjitha projekte që kam dikem ose udhëheqi, autoriale ose në kodrë të një grupi janë në audio dhe në braj. Të më thonë, tani, ndërsa edhe ke pas informacionin, se së fundi është realizu libri i parë shqip në botë për personat e shordhe, video liber, në gjuhën e shenjave, që dëshohet se edhe në përbot ka pa libra shumë të rallë të këti formati libra të plot. Ka pjesë, ka materiale, madje edhe qendra burimore në Prizren që kam pas fatin në një takem, në një trez, me i taku 2 prej mësimdhënësit e kësaj qendre, konkretisht një prej tyre mësimdhënësit gjuhës shqipe, edhe letërsisë, edhe më ka interesuar kom pyet a keni ju, e që nuk e ardhrani më shkum ju bo një vizitë edhe më japtu librin e parë në botë shqip në gjuhën e shenjave. Libri kompletum. Mirë shumë. Po ndalim pak edhe tek teknologjia. A mendon që teknologjia po u lehtëson pak a shumë jetën personave me aftësi të kufizuar? Shumë e lehtëson teknologjia. Dhe më thonë në rrethona tipike, ose në fillim, kur ne kam bli kompjuter para 22 vjetëve, nëse kam di që ka programe, do dosh me mësu gjonat përmensh, me hinë vërtë, me shkru kuturu, qështu, mekanikisht me mësu gjonat. Ndërsa tash që disa vite, nuk është ma i miri, po është një verzion që edhe lexon tekst në gjuhën shqipe, edhe ta mundësën me ditë që apo shkruan. Jo prej gjuhës angleze, edhe përdorimi i telefonit, edhe i tabletit, edhe gjitha pajisjet teknologjike tash janë gjithë përfshirëse. Nuk ka mbet as një grup gati shoqëror pa u përfshi. Edhe me gjithë se shumë gjona negative ka sjellë evaluimi i teknologjisë, ju si evaluim, po si pa përgatitje jo, për gjithë të ndryshimet mëdha teknologjike, si shoqëri, po për personat me nevoja të veçanta ka bën ndryshimet të mëdha. Do të thonë, teknikisht unë ka vite që teknikisht e përgatiti faqesin e librit vet, përveç që shkruaj saksisht e di cila pjesë ku ka më ra. Edhe dizajneri është të shkronjës ose është të shkronjave, veç ka me më dëgju në ku kam i vendus. Ajo se ajo veç për gjyrat ka me vendus, nuk më rrimi dalu. Për detajet tjera teknike, unë veti përgatiti. Mirë shumë. Sikur të mësë kishë egzistu kjo evaluimi teknologjisë, s'ka pas gjas. Po, s'kishe pas mundësire pas qasë. 5-6 libra të e lodh dikën tjetër shkruma, po ta dikta janë e kënej, po jo me pas ka të shumë. Më thonë, do shta ndodhë mërana një vere 3 për mbledhje me poezi ndodhë që kam frëmzim edhe i shkruj. Edhe pa pas nevoj për asistimin askoj. Me qartë. Po që ka me ndonë betim që mungon në Kosovë për qasën e personat të verbër në libra dhe në kulturë? Konkretisht, që ka mungon? Dëmë thonë, është qështja e një tash e përmenda programin ma heret, që ajo është e para. Elementi i dytë është me pas si në Shqipëri që është bo deri dikon, po me bu me qenë gjithë këmbëtare, jo veç për Kosovë, me qenë një vend, një llogari dikon, që gjenden audiolibra, ose gjenden libra të cilat personat e verbër mujnë mirë shprytu. Nuk është që nuk ka mira libra tashmo, akustike, të konvertuara prej personave të verbër për mes programeve, ose të lexuar në për studio, ose edhe në për shtëpia, edhe në për qyrë që kanë pas mundësi, individu ose organizata projekte të ndryshme,
po nuk ka një sistem. Ta zonë ndodhë që një grupi trive ka një ide një shkollë, ta them në Bileq, si kur vitin e kalu. Dhe ata fillimisht gjatë hartimit projektit nuk kanë pas ide shemull që shme realizu projektin, ose librat që i kanë inqizu kanë bu shumë mund me i ledzu e me inqizu. E mi qëtu krejt shpinë që mësë me pas rrugë, se i kanë inqizu me telefona, inqizim gogja i mirë për ato kushte, gogja cilësor, po nuk e kanë pas shemull listën e audiolibrave. Diku e rreth 80% aty në titujve janë përsërit, që janë digjizuar. Tash sikur ata të këshin pas në fillim të projektit, një vetë pa që dikun ku ekzistojnë që ata tituj edhe një personat nëse dojnë me realizu një projekt ose nëse dojnë me dhonë thjesht një kontribut social, vërtet me dhonë një kontribut social, jo kontributi ty në me qenë një punë që është bërë dhe më herët. E qartë. Që të gjonat bazike mungojnë, për shambull, një logari ku mujnë me pas listat, një logari ku mujnë me gjitha librat, ekzistan biblioteka për të verber, qysh prej adikon 6-7 vjetëve në Kosovë, po edhe aja nuk i konë as stafin e bëllëshem, as kushtet bazike, as shumë që ka mungën. Ekzistan, po shumë që ka mungën edhe që kjo sigurisht ja u pamundëson juve funksionimin e përditshëm. Ta thonë veç vendodhje ku është atje nëse vjen dikush prej Ravecit, falë zotit ashme këto platforma digitale me aplikacione me s'po ka njerës nevoj me levise për merë një liber për mes e-mailit, për mes Dropboxit, WeTransfer. Po ka mundësi, po nëse dënë me marrë një liber në braj, është shumë e vështirë me shku atje ku është lokacioni i vendast, ku nuk ka parking biblioteka. Duke që në gjona, hajtë se i kanë këta, po me shku me një shoqërus, ta shreqë shoqërus se a me rahatu automjetin me lanë dikon, që mës me konfisku policia se në zënë rrugë, apo me marë personin e verbër me shoqëru me që dhejtë biblioteka. Sigurisht që këto janë vështirësi. Ka gjona tepër bazike, masandaj është pjesa e infrastrukturës, trotuaret me plaka taktile, vetëm 2 rrugë në krejt qyteti kemi me plaka taktile, rruga që e lidhë sheshin me ndërtejse në ishri lindjes, që është ndërtu para disa vite, edhe para rrët 2-3 viteve rruga prej semaforave të menjë të studentve, ka 2 ministrit, ka fakulteti i edukimit edhe fakulteti juridik ekonomik, që e rrugi ka edhe nuk është sen me standard. Plaka taktile përfundojnë në drejtim me një shtyrë. Praktikisht personi verber, nëse nuk është zotru si mirë i përdorimit shkupi, dhe të më shku edhe mu qalamit në atë farë shtyllën. Të më thënë, veç është e bu nësa për mu bu, edhe sa unë kam informacion edhe një shesh në Bileq, njëni për shesheve të vogla, i ka plaka taktile, për ndryshe nuk përfshihet një infrastrukturë. Tash ju gjithmonë për fajnë institucioneve, shpeshfer për edhe për mas përfshirjen të unë, pritesën të unë, se një fjali 2 më ka kushtu për me pas një shesh në Bileq me plaka taktile. Shumë shpesh njerëzit edhe harrojnë. A i zatën kanë thonë për pora, fëmija mësë me kajtë nona nuk e merë. Gjimi thonë se merë. Betim, pëndalimi pak edhe tek një sukses tjetër jyti, tek ekspozita që ke cilë njetë. Cilën e ke titullu fotografia nga syri i verbër. Trego pak që shlindi ideja krejt edhe, fol pak për këtë pjesë, për këtë sukses të andi. Atëherë, unë thash ma heret në fillim të kësaj bisede, që në kam realizu në 2003 një ekspozit me piktur, skulptur, krejt modeste, po kam provu diçka. Diku ka viti, në vitin saksir 2005, shkaku i një përurimit librit e blej një fotoaparat ma tjeshtë, ma plirin të mëndshëm, edhe kisha pak ma shumë qartësi se sasat, krejt pak shikimit, në objekte disa metra afer, e filloj me pëlqy fotografia. Fillova me provu me realizu që atë në bërë. Janë i dikt pëmës, që dë lulle, jo. E kure shfilloj filmin e parë, e dytë, edhe e marrë një, sidomos pas një viti, të blirjes të aparatit, dhe në 2005-2006, e marrë një mbështetje, një motivim shumë të marrë prej një fotografi në Bileq,
Mbi emrin nuk ja di agrën e ku emrin, për të cilit jam mirë njas për këtë fjali. Tha duhet me ta shit një aparat shumë më të shtrejt, pse po bën fotografi që është gati nuk është e mundur me bo. Më thonë, kisha një aparat në atë kohë vlerë të 20 euro, edhe bëjsha fotografi natyrë prej kire të ecë kire. Tash aparati që që tjeshtë, që që pa avancum, plus një person gati se i verber, më realizu që si fotografi, për të si fotograf, që si lidhë keme realitetin. Për mu ka qenë që ajo thonje shumë motivuse, edhe unë kam vazhdu në vitin 2018, një projekt këtë modest, një ekspozit, një ditore, 2 ditore në bilet, që kemi provu në qendër rinore. Pas taj, vjen ekspozita në fotografia nga syri i verber, në galerinë kombëtare të artëve, dhe pse shkort 2 ditore, po ka pas rëndësi se shumë artistë edhe bëjnë edhe master dhe studia reali me hapë një ekspozit në galeri. Po diçka që medjave në atë kohë prej mediumit Evrope e Lire e tutje lokalet, janë marrë një 2-3 javë, kanë kushtu vëmendje për cilën unë jam mirë njes gjitha medjave të asoj kohë që kanë mbulue, kanë shënu si ngjarje, kanë përcjell hapjen e me ditë të tëra, për arsyes se edhe Ministrisë Kulturës që ka financu projektin, mas pari që e ka lexu, e kanë shërtu, e tani s'kan pas fare për financu, se jo pësë është imi, po ka qenë njëna prej ideve ma unike që është realizu në vendin tonë, që nuk ka pas ma herët edhe për të cilën ide, asë një njeri nuk ka besu që ka me mëjtë me realizu. Heq, kërkosh. Sigurisht kjo ju ka bo me undi shumë krenare. Në atë kohë, po besoj që edhe sot kërë e kujtani. Kom pas kuraje, kom pas vullnet, edhe më ka bu që mi realizu edhe disa ekspozita ma herët, ma vonë, me fotografi, dhe më thonë, verbri edhe fotografia në dy gjona jo të ndryshme, po të këndërta me njona tjetërën. Falë zotit, unë kom arrit me qenë me bu realitet njona për jandrave të mija. Edhe po ka qenë kjo ekspozit, e cila mu më ka bu më ndje sigurisht shumë mirë, e cila ka tërheq ekspozitën e radhës pas pak më shumë se një vitin, në vitin 2023 më kam pas edhe një ekspozit tjetër, për ardë dhe trashëgimi kulturore, kër janë përfshi objekte të trashëgimisë tonë kulturore, objekte, monumente, muzeume, pjesë. Mbasandej edhe në vitin 2025 kam pas edhe një ekspozit tjetër, në bibliotekë, në hollin e bibliotekës kombëtare. Sa ditore ka qenë? Po ajo në muzeun kombëtar e dyta, ka qenë një javë, 5 ditë, 50 ditë aty. Kjo në bibliotekën kombëtare ka qenë 3 ditore, për shkak të hapësirave të orareve të bibliotekës. Edhe kjo kam pas fillu në atë kohë, po e kam pauzu për një kohë, që mi kushtu rëndësi shumë trashëgimisë tonë kulturore, edhe ekspozita që ishte 2025, ka pas ekskluzivisht oden edhe pak objekte që kanë të bëjnë me fëmijën e hershme, djepa, gjanë, unë jam shumë i lidhën për trashëgimin kulturore, edhe televizioni ju edhin që edhe në intervjist më hershme me një kolegët tonë, i kam prit atë ku realisht kam diçka të trashëgimisë kulturore tonës, edhe unë inkurajaj njerëzit që qka do që kanë në familjet e veta, objekte të vjetra, qoftë edhe një pull këmishe, qoftë edhe një toj, një qkur dimive, që është i vjetër, 14 vjetë, 50 vjetë, mos me humë, me rujtë. Se vetëm për mes të objekteve na mujna me dëshmu që na kemi qenë këto, edhe jemi këto. Betim, po ndalime edhe tek paragjykimet paka shumë. Sa me ndonë që paragjykimet ndikojnë në shëndetin mendor? Të pas parasysh që jeni edhe si psikolog me profesion. A keni pas paragjykime edhe për gjatë rrugtimit juj? Gjithë. Gjithmonë. Që është kanë bo me undi? Tash, paragjykimet janë fenomene sociale, ndërgrupore që e favorizojnë antarët e brenda grupit edhe i disfavorizojnë nëse i përjashtojnë antarët e grupit tjetër. Më thonë, kur nërësh që definicion të Edmond Dragotit, psikolog social shqiptar, kur nërësh me mendu pak,
me logjiku. Dhe më thonë, dikën që ashtu kështu nuk është në rrethonat të zakonshme, të barabarta fizike, ose emocionale me shumicën, edhe plus pjashton edhe dhe barjera tjera, prej jo natyrore, ta shumë është mujna me kuptu se qysh ndihet atë se sa dëmtohet një person nëse një grup i vogël i personave, i njerëzve. Të më thonë vazhdimisht. Kështu për thamë, nëse ma drejt për drejt, nëse një person tipik duhet me bo një punë, për mjau dëshmu që ti ka blokut personave tipik, një person me vështërsi shqysore, fizike, emocionale, duhet me bo 3 dhe 5 herë ma shumë punën e njëjtë, për mi binë që veç mujna me bo. Jo me ta pranu, veç mi shkumenja që pe bëjka. Të më thonë, edhe librat, edhe gjitha gjonat, i kam bo 23 vjetë i bëj, se si kam bo po i bëj në prezent në media. Edhe ndodhë, nuk po du me etiketu kërkan, po ndodhë shamu në televizione, kër ka gazetare treja, ka punëtore treja, punëtore 3, edhe fillojnë me më tregu që shë televizionë, ka pas rasti këmë, sa vjet i ki Britiqik, është edhe pak me ju shumë e tak, tha po si kam as 20, ty as të ka bë plan nana me të lindë, kër kom hinë studia televizionit. Tash, është një qasje para gjykuse. Po, sigurisht. Prej familjes, gjatë gjithë jetës në shoqëron. Po tash, aspekti religiöz është diçka që Zoti e ka caktuar me qenë. Po, sigurisht. Me qenë të këtillë, me pas që të fatë jetës, po tjetër në kodë Zotin në fetë më në teiste, po saqërisht në Islam, cili të një përkas, si besimtar, ka premtu diçka shumë të madhe në botën e amshushme. Kështu që krejt zime ka në kjo botë, kur menon që është e përkashme, hajde zgjatë 100 vjetë. 300 nuk zgjatë, shkajnë. Po, sigurisht. Dhe është e pjesë e besimit që të bënë mundi, plus puna shamu që e bënë, gjona që më rinë me i bo, vetë puna, vetë sukseset që i më rinë, janë motivuse. Nëse Pa tjetër. Po ndalemi pikrisht këtu tek sukseset. Nga paragjykimet po kalojmë tek ndjesitë e bukura. Cili ka qenë një prej momenteve më të lumtura të betimit? S'po di cilin me zjedh. Ke pas shumë? Atëherë, Se kjo është e mirë. nëse flasim për fëminin e hershme, momenti ma i lumtur ka qenë kur babi ma ka bli një traktor Leoder. Okej. Edhe rgjoja ma motivuse për mu. Aq është motivuse që të njëjtin të Leoderës sot e kam edhe në shpe. Edhe sa herë jam keq, si gjithë njerëzit, që jam prej me shumë keq, kthejnë atë traktori. Gjoja tjetër, që ka qenë moment shumë i lumtur është, kur kena mri me bli traktor. Masa ndaj botimi i librit parë, hapja ekspozitës në Galerinë Kombëtare të Arteve në janar të 2022-s, botimi i videolibrit, romanit, kthimi nga përjetësia, edhe njëna prej momenteve më të lumtur është kur si psikolog, kur një nanë, pas një mbledhjet për ende që në marrë pjesë me një klasë, thot, psikolog, qka do që të mësush, unë kam me të tregu se me fëmin tem ke pas sukses, edhe ke punu shumë, edhe qka do që të mësush kam me dëgju. Janë disa prej momenteve që janë më të mira. Sigurisht është shumë emocionuse. Po, pa tjetër. Po, tash që jenë këtë mosh, nëse kështë pas mundësi, qka do t'i kështë thonë betimit të vogël? Shka thonë veç lasdraju pak më shumë. Lasdraju pak më shumë. Si dhe mas në periudën e adolescencës. Se ke qenë fëmi i qetë, me siguri ke qenë fëmi i qetë. Po, relativisht i qetë, po mjetë marak që në adolescencës jem lasdru pak më shumë. Edhe ato që kisha mi thonë, që ato që të mësën pëse e mirë, mësë më në me mësu gjithë ka, po diçka që mësën pjek e mirë. Veç të dy gjana. Ama ma shumë të lasdrim lakum. Kam e të cinim, kam e të maraku. Kështu që në një farë forme njeri ju duhet me i plotësu, me jetu të gjitha fazat e jetës, ose si thatë Freudi, mos me pas fiksime në stadë e zhvillimit. Po, sigurisht.
Po nëse kishi dash me të kujtu shoqëria në të ardhmen, qysh kishe pas qef me të kujtu? Unë besoj që do të më kujtojnë. Si qka? Është atë libri për të kaltë teknikat e meditimit e ka një fjallë dhe dhe doja të kujtu asha se paku për ligjet të mirë. Kështu që gjithë kjo punë me të fillu prej mbështetjes prindëve, të motrave dhe gjithë tjerëve, deri te nxënës të shkollës e kolegë dhe gjithë tjerët, edhe me gjithë juve që ne kam një komunikim, kam një takim, një intervjis, një bashkëbisedim, një projekt e tjerë. Unë kisha dash me u kujtu në këtë, edhe sa jam, edhe kur nuk dhe t'jem ma, se si jem tërhershëm, shëqër prej zotit që si jem tërhershëm, edhe si jem gjithë s'ka të partë, edhe mos qofshim në vetë me ta të partë gjithmonë. Me u kujtu si një person që kushdo që ka nevoj mënet me arë më mbështet. Mirë Pa shumë. pas frikë. Mirë shumë. Po në qoftë se ke edhe ndonjë ëndër të parealizume, ose që dëshironi të realizojnë të ardhmen, cilat do t'ishte ajo? Në fakt, ani kam 3. 3. Është libri që kam përfundu këtë vetë një dërshkrim relativisht voluminaz, që kujtaj se do të bëhet mbi 400 faqe roman. Ta marrë vëmendjen e duhën edhe të përcjellë porosit për cilat e kom bo njetë kur kom fillu me pununte. E dyta është që një koleksion të leodrave traktar, ta arrit atë qaj deri në librin e rekordeve botërore, edhe ato leodrat shkojnë në vendet ku janë familjet, fëmijët e bebekt, edhe të binë ato leodra në dur të fëmijëve që ndoshta s'kanë prejk leodra në botë. Kjo është një ide shumë e bukur. Edhe ajo e fundit është që ëndra jame ose dëshira jame me madhja është që ta ta realizoj një ekspozit me fshatrat me vendbanimet e San Gjakut Nishit, që tash patjetësisht e gati 150 vjetë më është territor serb, me arrit me si në Kosovë dhe qoftë edhe për një javë, qoftë edhe për 3 ditë një ekspozit, me fotografi që me sjell një jetë edhe me më rrimi thonë nështë edhe botës që na kemi qenë këtu, po pa drejtësisht si jemi ma. Sigurisht. Krejt për fond betim, cili do t'ishte një mesazh nga ju për gjithë ata trin që ndihen ndoshta të kufizuar për rrethanave dhe por kanë ëndra të parealizume. Autori amerikan Daniel Steele e ka një libër vetëm një herë në jetë, ku e përshkru një personazh Daphne Fields, që vetëm për një prej burrave që ajo i ka pas në jetën e saj, që ka përfundu tragjikisht, aja ka thonë veç një fjali, do të arrish Daphne, ose do të arrish Daph, që gjatë gjithë jetës e ka shoqëru deri sa është bërë shkrimtare e famshme. Kështu që unë ju them njerëzve, pa marrë parasysh sfidave, gjanave që i kalojmë një jetë, se as një njeri në botë nuk e ka pas, as do ta ketë, as se ka jetën shumë të lehtë, se cila i ka vështërsitë e veta, po me provu mos me hek dorë prej ëndrës. Martin Luther King e ka pas një ëndër që pa marrë parasysh që edhe sot në Amerikë gjëzakt janë të diskriminuar për shkak të ngjyrës së lkurës edhe për asgjë tjetër, po si do qoftë kanë arrit me pas për 2 mandate president. Kështu që mos me hek dorë asnjëherë prej ëndrave, me provu, po edhe nëse s'mujnë me realizu, me kuptu që Zoti ka vendos për diçka tjetër edhe atë dëshirë të pa përmbushur, kam ja u plotësu në botën e amshushme. Kështu që mos heqni dorë, edhe provoni deri në frymën e fundit me realizu, kur sigurisht ëndrat të pozitive, diçka që ju shërben vetës, familjes edhe gjithë tjerëve. Patjetër.
Vetëm ishte shumë kënaqësi që ndova sot studion me juve, po ashtu që ndove një histori të ëndën sa sfiduese, po ashtu edhe frymëzuese për gjithë ata që po na ndjekin. Unë të uroj shumë suksese në realizimin e ëndrave që veç se të kanë mbet pa i realizu dhe cilat ishin gjatë rrugës me i sjell në jetë, po ashtu të uroj shumë shëndet, suksese në profesion edhe në jetën personale. Faleminderit, suksese pati gjithmonë, sepse e mira mes dy meqve dy fishohet, e keqja për gjithmonë. Faleminderit shumë vetëm. Faleminderit. E tani krejt për fund, ka arë momenti të ndjekim edhe rubrikën që Drioasa na ka sjell nga tereni, një rubrikë shumë interesante, të shohim se çka na ka përgatitur dhe rikthehemi pas pak me pjesën e fundit të emisionit. Me shoqet në klas, nota ti mësojmë, dore mi fasol ne i këndojmë. Dua të këndoj dhe piano të mësoj, dua prindrit e mi t'i gëzoj. E dua unë muzikën shumë e dua, këndoni bashkë me mua. Që në hapat e parë të muzikës, Jona Krasniqi ka treguar se kënga për të nuk është vetëm pasion, por mënyrë për të shprehur emocionet dhe dashurinë për artin. Me interpretimet e saj, ajo ka arritur të prek publikun dhe të sjell ndjenja të veçanta përmes zërit të saj të ëmbël dhe plot energji. Disa nga këngët e saj tashmë janë publikuar dhe janë mirëpritur nga dëgjuesit, duke dëshmuar talentin dhe përkushtimin që ajo ka ndaj muzikës. Unë për herë të parë kam kënduar në festën e abetarës, ku talentin ma kanë zbuluar stafi i shkollës dhe prindrit. Pastaj kam marrë pjesë në talent show, ku kam konkuruar për 2 vite dhe jam shpërblyer me vendin e parë. Pastaj kam vazhdu me festivale ndryshme që jam shpërblyer me çmime të merituara. Ja kam fillu t'i bëj këngët e mia, projektet e mia dhe kam rritur këto ku jam sot. Unë deri më tani kam 5 këngë personale që titullohen Nëna ime, Shkolla ime, Zëri im, E dua dhe Skena. Këto kanë një domethënie të madhe për mua. I kanë mirëprit shumë mirë, vetëm më kanë uruar suksese dhe më kanë thënë vetëm vazhdo para. Jona aktualisht është duke punuar në disa projekte të reja. Aktualisht jam duke punuar në një projekt të ri, këngën time personale, që titullohet Skena dhe projekte të ndryshme tjera. Përveç këngëve të saj, Jona është shumë e lidhur edhe me muzikën patriotike. Ajo pëlqen këngët që përcjellin dashuri për vendin, historinë dhe traditat shqiptare, duke interpretuar ato me emocion të veçantë. Deri më tani zhanri im i preferuar është këngët patriotike dhe nuk besoj që edhe kur të rritem do ta ndryshoj. Një inspirim i madh për Jonën është këngëtarja e njohur Leonora Jakupi, të cilën ajo admiron për stilin, zërin dhe interpretimin e këngëve patriotike. Këngëtarja ime preferuar është Leonora Jakupi, që e kam kënduar edhe këngën e saj Mos e pre kushtorin tim, që e kam në kanalin tim personal në YouTube. Po, me Leonora Jakupin jam takuar 3 herë. Hera par ka qenë në programin e saj në një festival në Skenderaj, i kum tregu dhe kam marrë leje që t'i këndoj këngët e saj. Ç'është ka prit ajo? Më ka thonë, më vjen shumë mirë që rinia e sotit ka qef të mi këndoj këngët e mia dhe vetëm më ka thonë, je i lirë t'i këndosh këngët e mia, vetëm suksese. Në shumë raste, Jona interpreton me krenari këngët e saj të preferuara nga Leonora. Nëse s'jam atje, trimat ku kënduam, amanetin tim, drenica e ruan, Shqipja jon e madhe, krahët veti hap, njërin du gaxhin, e tjetrin në lap. Mos e pre kushtarin tim, që thirri liri,
Pikërisht kjo dashuri për muzikën e ka bërë atë të marrë pjesë në disa festivale të ndryshme, ku ka treguar talentin e saj në skenë. Festivali im i parë ka qenë Lipjani këndon në vitin 2023, ku jam shpërblyer me çmimin e publikut. Pastaj ka marrë pjesë në Fëmijët e Gëzuar në Ferizaj. Më pas ka marrë pjesë në Melodia në Klinj, që jam shpërblyer me vendin e parë. Më pas kam marrë pjesë në Bilbilat e Korabit, Gosivari Junior Fest e shumë festivalet të tjera. Më bën mundi shumë mirë sepse tani e kum kuptu që ëndrat e mia po realizohen. Kam mbështet normal familja, më shumë prindrit, po ashtu edhe stafi i shkollës, duke filluar nga ish-drejtoresha e shkollës, arsimtarja Han, mësuesi Ylber dhe tani drejtori. Jona ka një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët të saj. Mesazhi im është që vetëm vazhdoni, gjithçka është e mundshme, ëndrat do të realizohen vetëm pa u dorëzuar. Ka që kishim për këtë ditë të shtunë, ne bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme nga ora 11:30, deri atëherë juve ju uroj vikend këndshëm. Ky emision mundësohet nga Telkos, Bruno dhe Vala.